Ministri i Bujqësisë Andi Salla ka garantuar se fermerët e prekur nga përmbytjet nuk do të mbeten pa mbështetje. Ministri Salla u shpreh se ekipet e Ministrisë së Bujqësisë në bashkëpunim me bashkitë janë në terren për të verifikuar dhe evidentuar dëmet në bujqësi, me qëllim adresimin e tyre pranë qeverisë shqiptare. Ne kemi qenë të rrenë bashkë me Agjenca Civile, bashkitë dhe të gjithë ministrit përkatëse për të ndihmuar qytetarët në mënyrë që asnjë nga të prekurit mos mbeten vetëm. Ne do të jemi si Ministri i Bujqësie në proces të plot për të gjithë evidentimin edhe nga ana jonë, por edhe ndaj bashkisë, të cilët janë duke bërë këtë punë më së miri për të adresuar dhe për ta pasur në një paketë të plot dhe të dimë dëmet çfarë dhe si do të jemi ne ndaj qytetarëve për t'i mbështetur, por edhe për të vazhduar një bujqësi më të shëndetshme dhe duke investuar edhe ndaj bashkive në argjenaturat, në kanalet dhe në çdo thirrje të cilët ne kemi hapur ndaj bashkive, por edhe procesin e financimit që do të bëjmë ndaj buxhetit që kemi në Ministrinë e Bujqësisë. Ministri i Bujqësisë Andi Salla u ndal edhe tek skema kombëtare 2026, e cila do të hartohet për të garantuar që çdo fermer me nipt, si dhe fermerët e organizuar në grupe, të kenë akses sa më të gjerë dhe më të drejtë në mbështetjen direkte. Ne jemi para skemës kombëtare, ku duhet që të parafrojmë, ato janë buxheti i tyre, janë paratë të cilët janë akorduar ndaj qeverisë shqiptare për fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, siç është skema e çdo viti. Ne kemi një paketë prej 5.2 milion 52 milion eurosh, mund të themi, të cilët janë për fermerët. Ne po i dëgjojmë si janë, çfarë duan, kushtet, problemet, shqetësimet, sugjerimet e tyre për t'i parafruar ndaj legjislacionit i cili është në Bashkimin Evropian, që ne duhet të akreditohemi dhe të merremi në çdo bazë ligjore të saj, në mënyrë që ne ta përshtasim me kërkesat e çdo fermieri shqiptar. Skema 2026 do të ketë një buxhet fillestar prej 5.2 miliard lekësh ose 16% më të lartë krahasuar me një vit më parë. Turi i dëgjesave me fermerët do të vijojë edhe në qarqe të tjera të vendit, duke synuar përfshirjen e drejt për drejt të komuniteteve bujqësore në hartimin e skemës kombëtare 2026.